Dhe vjen edhe nga Rama akademia e Sorosit. Dhe tash Belindën po të shikosh, po e godasin të dy, ashtu siç goditën Metën, ashtu siç goditën Veliajn, ashtu siç po godasin Belindën. Dhe Berisha po të shikosh në atë ditë televizioni Syri si e ka Pikneta, si e ka, merret gjithë ditën me Belindën, gjoja në emër të mbrojtjes interesave të shqiptarëve kundër kësaj hajdute. Po në fakt, po sikur po flet mirë për Erion Veliajn kohët e fundit Berisha. Qoftë edhe indirekt. Po Berisha kërkojnë që t'i jap një lloj sigurie Erionit që të flasë në fjalë kundër Ramës për ta dobësuar dhe për të balancuar fuqitë gjatë pazareve që ata janë duke bërë, ashtu si në vitin 2000. Kam thënë që nuk do të flas kurrë. Rama është kaq i fuqishëm sa që ai nuk guxon të flas kundër Ramës. Kundër Ramës mund të flasësh siç flet Arben Ahmeti kur je në Zvicër, kurse ai do të flas vetëm kur Rama të mos ketë pushtet, kur ta mund tun, atëherë do të flas. Okej, atëherë do flasin të gjithë, jo vetëm Velia. Ka shumë njerëz që thonë ky është šarlatan ose ky është s'është me këmbë në tokë, ka njerëz që bën komente se unë kam shpallur disa herë këtë kandidaturën. Cila është strategjia jote?